për herë të parë fillun serbët me thonë juve nuk ju takon pavarësia. Pavarësia u bo si kompromis. Shërbimet serbe dhe ruse kanë shfrytzuar edhe ndjenjat edhe synimet tona të drejta dhe të mira patriotike për qëllimet veta. Njerëzit janë friguar që ka me undezë prapë në luftë, sidomos këtu është çështja e Mitrovicës, ka pas një tendencë që krejt ta abstenojnë nga krejt institucionet, na kanë orë letrat, na kanë orë kërcënimet. Shëndetje nderuar, spori faleminderit shumë që dajt kohë me bisedu me neve. Qysh e kemi biseduar edhe paraprakisht, kjo intervistë do të jetë në kuadër të dokumentarit ku flasim për dezinformatat ruse, serbe në Kosovë, por edhe për dezinformatat në kohën e zgjedhjeve. Fillimisht po duam me fol për procesin e viteve të 90-ta, i cili e dim që është shoqëruar me pasaktësie, me dezinformata. Ju të shesheni, është pastru audienca ndërkombëtare prej dezinformatave ruse edhe të Miloševićit për çështjen e Kosovës? Unë mendoj se kjo si më përgjithësi si botkuptim është organizëm i gjallë që i bie që ajo nuk dihet kur ka lind dhe nuk ka përfundim. Dhe këtu, kur e them këtë, marr parasysh në përgjithësi raportet dhe geopolitikën dhe geostrategjinë dhe synimet e këtyne që i përmend, domethënë Rusinë, kryesisht dhe Serbinë, që në aleanca dhe tradicionale që i kanë punojnë në këto drejtime. Në fakt, këto dy shtete zhvillimin e shoqënisë dhe le të themi tani në dimension demokratik ose demokracisë e kanë shumë të diskutueshëm edhe në përgjithësi edhe historikisht, domethënë. Ty marr parasysh në përgjithësi që historinë, në përgjithësi edhe Serbia dhe populli serb e ka të ndërtuar mbi gënjeshtra. Dhe këtë po e them unë duke u bazuar në fakte dhe argumentet të cilat janë të pakontestueshme sot. Dhe gjithherë duke u bazuar në këtë, ata e kanë si më thonë, si parim dhe si mjet punës çështën e dezinformimit. Nuk po e them këtë duke qenë në anën e shqiptarëve dhe si eksponenti shqiptarëve, po e them këtë si një njeri me një objektivitet, do më thonë, të nevojshëm këtë rast për të shpreh. Kështu që po fatkeqësisht ka dhe do të ketë edhe në të ardhmen. Sidomos në çat periudhë, në vitet e 90-ta deri kur ka përfunduar lufta, është bërë një luftë e madhe prej Rusisë, prej Serbisë, përmes dezinformatave. E dim që këto kanë shkuar edhe në vesh të faktorëve ndërkombëtar. So menoni që kanë arrit me në farforme me thonë me u kundërshtu edhe me u pastru audienca ndërkombëtare prej dezinformatave të këtyne dy shteteve. Të di sidomos që edhe njëna është mund të thonë një superfuqi botërore. Kjo definitivisht është edhe rezultat ose përshkrimi i kësaj ishte dashur me u pa në shumë dimensione në vitet 90-ta. Dihet që vitet 90-ta shquhen me faktin e përfundimit luftës së ftohtë, rënimin e murit Berlinit dhe një farë le të themi imponimin thojza të pluralitetit në këtë pjesë të Evropës ose në Evropën juglindore, si quhet, ku hyn edhe Ballkani. Duke marrë këtë parasysh, shqiptarët e ndodhur dhe Kosova, se mendoj që në përgjithësi biseda po fokusohet kryesisht në këto refleksione, atëherë edhe për kësaj distance kohore janë zhvilluar situata shumëta, por mendoj se nëse mund t'i them fati, tani fati ynë ka qenë që megjithatë në për këtë kohë politikën e Kosovës, qaq dhe shqiptarëve si shumicë e kanë udhëhequr njerëz me një vizion jashtëzakonisht të avancuar. Këtu do të thonë në merita kryesisht i shkon liderit të urtë dhe intelektualit, por jo të butë, Ibrahim Rugova, i cili e ka zbërthy një dimension të parretshëm deri tani që synimet e veta politike, bile edhe racionale dhe me kompromis, i ka zgjedh që të bëhen në rrugë publike. Domethënë fjala ilegalitet, duke u bazuar edhe në dogmën e le të themi tash marksizëm, leninizmit, e enverizmit, e grupeve që kanë pas si bosht aspektin kombëtar dhe që nuk mund të trajtohen dhe të shiqohen me negativitet,
por të ushqyme me ideologji, kryesisht që mjetë e kam pas ilegalitetin. Dhe ilegaliteti zbërthen dhe qëtë konspiracione, qëtë paqartësi dhe qëtë situatat palakmushme. Dhe unë mendoj se Ibrahim Rugova këte ka kap me kohë dhe dashnin thojza me pushtusin që o qujtë Sërbi e ka zhvillue që thot populli ashiqare dhe haptës. Unë mendoj se këtu qëndron në krejt, si me thonë ajo margaritari i krejt kësaj. Çka do të thot kjo? Kjo do të thot që publikisht ka punu dhe i ka tregu synimet ndaj pushtusit dhe ndaj vëzhgusit në këtë rast që ka qenë opinioni dhe audienca ndërkombëtare. Për herë të parë, do më thonë, për herë të parë, 3 hapa u realizun në raport me Kosovën dhe ai është i pari thyrja e mitit sërb mbi Kosovën. Për herë të parë fillun sërbët me thonë juve nuk ju takon pavarësia. Do më thonë Kosova nuk mund të bëhet e pavarur. Dhe në këtë rast, në një takim me sërb në kohën kur në atë takim ishte udhëhec Fehmi Agani, profesori nderuar, thotë, në krejt bisedat që i zhvilluam, ju më shumë e përmend fjalën pavarësi se ne, edhe pse ju po thoni nuk ju takon pavarësia. Pra në vokabularin sërb hyri fjala pavarësi. Dhe kjo mendoj se është thyrja e mitit sërb mbi Kosovën. E dyta është rujtja e qenjes njerëzore. Do me thonë, po flasim për kohë kur fillun dhe shpërthej dezintegrimi i Jugosllavisë dhe imponimi i dhunës gjithandej prej Slovenisë që luftoi një javë, edhe profesorët ordinar dhe inordinar të Universitetit Ljubljanës kanë qenë në përistikamin në atë kohë. Një javë ka zgjatë lufta në Sloveni. Pastaj në Kroaci, Bosnë dhe siç e dim përfundoi në Kosovë. Dhe duke e marrë parasysh këtë situatë, qenja njerëzore ka qenë të në si substancë e rrezikuar. Nuk them se me u shfarru pej Ruzullit toksor qenja shqiptare, por çështja e në përgjithësi trungut shqiptar në Kosovë ka qenë kogja shumë i luhatshëm në atë kohë, sepse edhe sensibilizimi, mos them edhe njohja në përgjithësi e situatës, ka qenë e mangët në audiencën ndërkombëtare. Ty marr parasysh tani këtu edhe imponimet që vinin nga aleatët, nga rusët dhe sërbët me propagandën e tyre dhe mashtrimin që e kanë bërë në përgjithësi. Dhe gjithherë Kosova dhe shqiptarët është shique nga faktori ndërkombëtar në këtë kohë vetëm në dimenzionin e drejtave të njerëzit. Le ta kujtojmë vizitën e parë të senatorit historik Bob Dole, ku fjala e tij e parë, e dytë dhe e fundit ka qenë demokracia. Domethënë vetëm demokraci si brum dhe element ku nëpërmes saj realizohen të drejtat, mos them tani e njerëzit, por ato natyrore, ku e para është jeta, edukimi, shkollimi, kultura, etj. Dhe duke i pas këto parasysh, qenja njerëzore mendoj se ka qenë një prej të arritura dhe e fundit ka qenë orientimi propërendimor. Elektronet e pa orientume paraqisin një energji pa fokus. Kur këto elektronet drejtohen mirë, siç u drejtuan prej asaj plejade të udhëhecëve në krye me Ibrahim Rugovën, ka propërendimoriteti, atëre këtu u pa që me të vërtet, duke marrë parasysh se me fjalën perëndim, do me thonë nënkuptohet demokracia, ma e avancuar e plot, drejtat e njerëzit, shoqëria, zhvillimi, ekonomia, tregut etj. Dhe këto 3 dimensione, se këta 3 hapa të asaj kohe, mendoj se e përshkruajnë këtë situatë që në atë kohë ka qenë mjaft e brisht dhe arriti Kosova që si kompromis, pavarësia u bë si kompromis, duke qenë me synime koherente se asnjëherë më parë në histori. Mos harrojmë që 3 opcionet që kanë qenë të udhëhecësve politik të kohës, që e para ka qenë nëse mbeten Jugoslavia në kufit ekzistus, një republik me të gjitha trojet, gjithsesht banimet shqiptare në kuadër të Jugosllavisë. Nëse ndahen këto në mesvete, atëherë pavarësia e Kosovës. Dhe e treta, nëse prekën kufit e jashtëm të Jugosllavisë, opsioni jonë politik është bashkimi me Shqipërinë, që i bie se çështja e shtetit pavarur, ku edhe sot jemi, për kohë ishte si synim në bazat kompromisit.
Dhe kjo është paka shumë e pamohueshme dhe e vërtetueshme deri tani. Dhe duke i marrë krejt këto parasysh, mendoj se Kosova u soll në agjendat ndërkombëtare në Këshill të Sigurimit dhe po shprehem popullor që këtu ku jemi te menza studentëve, nëse një shuplak është donë, për 2 orë kam bri informata në Këshill të Sigurimit. 5.000 njerëz kanë qenë të angazhuar në çështje të informimit, në kuadër të Komisionit për informim të lidhjes demokratike të Kosovës, në kuadër të Këshillit për mbrojtjen e drejtave dhe lirive të njerëzit që ishte gjithandej me veprimtar, dhe ky koekzistim i këtyre 2 institucioneve dhe me vullnetin dhe dëshirën e vet popullatës, krejt populli e kishte kuptuar që arma kryesore e jona është fjala, domethënë që të thuhet të depërtoj jashtë, dhe kjo ka qenë ngjizur. Unë në atë kohë, tani po dal pak për konturave, kam pas një kamerë, dhe ajo kamerë ka bë punë më shumë se shumë gjana tjera dhe synime tjera, sepse e kam shfrytzuar rastin duke qenë edhe afër me zyrën e presidentit, i kam nxjerruar zhvillimet e ndryshme dhe ajo ka bërë që të sensibilizohet. I kam çuar materialet në Senat Amerikan, Kongres Amerikan, edhe në Parlament Evropian e tjera. Kështu që në përgjithësi, pa kurfar modestie e them se kjo është rezultati i pikpamjeve dhe synimeve të klikës politike të kohës. E dim që gjatë luftës, pas luftës, po edhe sot ka pas tentativa nga Serbia, nga Rusia që me u mohu krimet që janë kryer në Kosovë. A mendoni që i ka rri kjo narrativ dezinformuese efektet e saj? Si rezultat, se tani po flasim në kohën ku rezultatën ne po e dim. Edhe fundit ne s'duhet të harrojmë që në krejt këte, le të themi prej vitit 89, kur u abrogua kushtetuta me dhunë, me tankse, deri sot, dhe krejt në këtë luftë, edhe politike, edhe të argumenteve, por edhe të këtë bazuar, edhe në luftën e fundit të armatosur, në udhëhecjen e ushtrisë tirimtare të Kosovës, fitues do vlen shqiptarët e Kosovës, që i bie se në përgjithësi kjo u kunorzua me një sukses të vetin. Përndryshe, Bashkia Ndërkombëtare në fillim nuk them se 100%, dhe mos të harrojmë që po flasim për një shtet dhe një perandori që quhet ish Jugosllavia, që ka qenë ushtarakisht shteti më i fuqishëm ndër të 5 parë në Evropë. Dhe mos të harrojmë aleancat prej themelimit, domethënë aleancat franko-serbe, angleze e tjera. Për herë të parë në histori, ky shtet me pushtetin dhe në krye që e kishte një njeri që u cilësue edhe si kasap i Ballkanit, u bombardue prej 19 demokracive të botës, që i bie se krejt ky sensibilizim i mahershëm ka bo dhe ka qu deri në bombat e saj. Dhe unë mendoj që ky është treguesi kryesor që ajo që ka ndodhur në Kosovë, që është transmetuar nëpërmes eksponentëve edhe politik, edhe shoqëror, edhe institucional, e ka bërë vetën dhe jemi këtu ku jemi. Po të më fol pak edhe për procesin e formimit të institucioneve pas luftës. Kujtojmë që edhe në atë kohë ka qenë prezente dezinformata gjatë përditshmërisë së jetës këtu. A konsideron që kanë ndikuar dezinformatat edhe në rritjen e konflikteve të brendshme në Kosovë? Po, dhe kjo unë mendoj se ka pas 2, le të themi, dimensione. Le të themi ai i jashtëm dhe i brendshëm, ose efektin e kam pas në planin e brendshëm dhe të jashtëm. Kur të them të jashtëm, mendoj në raport me botën dhe kryesisht me pushtuesin, sepse ai pushtues teorik është edhe sot. Serbia dhe sot është pushtues teorik i Kosovës dhe gjithherë edhe në preambull të kushtetutës e ka Kosovën të pandashme prej saj, që do të thotë se në përgjithësi synimi i tyre dihet ku e çka. Dhe duke marrë këtë parasysh, në përgjithësi çështja e dezinformimit ka qenë si mjet edhe historik, po edhe aktual nga aspekti jashtëm, domethënë. Dhe gjithherë këtu kur themi Serbi, e dim se mbi te është Rusia. Dhe në planin e brendshëm kanë qenë, le të themi tani, dezinformatat me përmasat brendshme. Pse? Sido që tjetë, shërbimet serbe dhe ruse kanë qenë dhe janë aq të avancuara sa që shumë mirë
dhe ndonjëherë efektshëm i kanë shfrytzuar edhe ndjenjat edhe synimet tona të drejta dhe të mira patriotike për qëllime të veta. Dhe ka pas, infiltrime objektive, jo subjektive. Subjektiv do të thotë një infiltrim ku është i njoftur, i ditur, e ka pranuar një infiltrues për të punuar dhe për të informuar. Por jo këtu të objektive, hiç pa infiltruar fizikisht asken, i ka shfrytzuar ndjenjat patriotike, synimet, ndonjëherë shkurt pamëtsit, eksplozivitetin e shqiptarëve, e qatë pasionin për situatat ndryshme. Dhe këtu, kjo mund të spjegohet kryesisht me çështjen e antagonizmit që pati lindur para lufte, le të themi, rreth një lëvizje paqësore, sterile, që nuk po sjell asgjë, ku ta diun, deri në trajtim të kësaj lëvizje si anmik për të quajtur, dhe këtu kanë punu shërbimet për ta nxjizë këtë bindje dhe këtë paragjykim. Dhe tani edhe në kuadër të luftarëve ka pas njerëz që le të themi kanë hongër këtë karrem. Por dhe kjo është manifestuar, siç thuhet, me disa paragjykime, bindje, thashë të thonën se ekziston ky antagonizëm mes krahët paqes dhe të luftës, dhe me disa eksponent të, le të themi, të ekzekutuar dhe të vramë që ende edhe kohën kur po flasim nuk janë të zbuluar, dhe mu më lejohet që me mendu që kryesisht mbas tyre qëndrojnë shërbimet dhe synimet ose planet serboruse, dhe e kanë sjell një institucion që quhet i mosbesimit dhe në këtë rast i dezinformimit, gjaja se mbas këtyne qëndron një grup tjetër për ta mbajt gjendjen e brisht, ashtu siç edhe sot pretendojnë këto shërbime. Mirë po, megjithatë, le të themi në krejt këtë errësirë, dhe kur them errësirë prej të këqijave, se të këqijat e sjellin errësirën, megjithatë ka qenë një dritë në fund tunelit që këshilltari për siguri Anthony Lake në vitin 1994 e pa të thonë në një takim me presidentin Rugova, ku kam qenë prezent, unë dhe Avnis Pahiu, kur Anthony Lake u vonu pak në takim dhe pas i erë kërkoj falje, tha se isha te presidenti dhe të boni të fala presidenti, dhe tha në tunelin e ertë të asaj pjesë të botës ekziston një dritë që quhet Ibrahim Rugova. Tani unë nuk jem këtu për ta promovu figurën e Rugovës, por nëpërmes tij më përgjithësi këtë lëvizje. Që do të thotë se kjo ka qenë një e mirë. Edhe një e mirë, nëse është kjo subjektive, atëherë ka qenë edhe një objektive. Dhe kjo ka qenë se këte që po du me e thonë kryesisht e basoj edhe e vërtetoj mbas të bindjeve të mia në konferencën e Rambujës, që Rusia ka qenë e dobët ekonomisht. Dhe kjo ka qenë, unë mendoj në përgjithësi në fatin e Kosovës dhe synimeve edhe amerikane, është shfrytzuar ky element i një Rusie të shkallmuar ekonomikisht, e cila ka bë koncesione, dhe unë mendoj që fati jonë ka qenë kryet Rusisë Boris Jelcini, i cili me vetdije dhe pa vetdije shpeshere ka lshu pen disa gjana, dhe këte mund të shohim sot edhe nga memoaret e zonjës të madhe Madeleine Albright, kur edhe gjatë komunikimit me te ndonjëherë ka përdorur ndonjë trik. Dhe kjo do të thotë që në përgjithësi janë shfrytzuar këto dy, siç e thash, margaritar, në përgjithësi, që është njëri i brendshëm dhe njëri i jashtëm. Kisha dëshme me fol pak edhe për një narrativ që shpërndohet në Kosovë prej pas luftës. Është narrativa për mos me besu në institucione. Shëshën ju, ku e kanë burimin, ku e ka burimin kjo narrativ? Me shumë knaqësi pe pranoj këtë pyetje, sepse është një pyetje që në përgjithësi si institucion është pas themelue, bile edhe në kohët aktuale nga njëherë ngrit kokë ky dimenzion dhe kjo quhet pabesia ndaj institucioneve. Në kohën kur po flasim, unë pa ta bo një shkrim, dhe kur ma bone këtë pyetje më ktheve dhe s'mundem pa me e përmend, edhe duke qenë eksponent
i administrimit zgjedhjeve në vitin 2004, që s'po du më ta djeg pyetjen, po sido që tjetë dunat ndërlidhen, dhe ka qenë shkrim me titull që edhe sot është aktual dhe mendoj që veç duhet me ribotu, që quhet Besonjuni KQZ-ve. Dhe kjo Besonjuni KQZ-ve kishte kuptimin në përgjithësi edhe në rajon, sepse ishtin zhvillime edhe në Shqipëri, edhe në Serbi, edhe në Kosovë, edhe në Malzi, rreth institucionit besimit. Dhe një intelektuali madh shqiptar ka thonë, nëse humb lek, ke humb pak. Nëse humb shëndet, ke humb shumë. Nëse ke humb besën, ke humb krejt. Ne, si qenje, duhet t'i besojmë dikuj. Dhe nëse nuk i besojmë institucioneve tona, atëherë ne nuk i besojmë vetvetes dhe ne nuk jemi vetvetja. Që i bie se ky institucion është pas ujit me kohë edhe nga Anmistan dhe këtu pa dallim Rusia dhe Serbia. Institucioneve duhet t'ju besohet. Dhe për kohën kur po flasim, pa të fillue çështja dhe epoka e institucioneve të pavarurave të qeverisë, që ishin të manifestuara me të ashtu quajturin 8 standardet parastatusit. Që do të thotë se parastatusit Kosovës duheshin të plotësohen 8 standarde. Dhe këto 8 standarde përbënin edhe procesin e zgjedhjeve, me kritere dhe përmasa ndërkombëtare dhe standardet që i kanë. Dhe në vitin 2004 këto u realizuan bile duke qenë në kryet KQZ-s në këtë kohë të administrimit tyre, unë e bora në shkrim dhe thash, unë standardin e 8 Kosovës me ekipin tim ja ofrova të gatshëm në tavolinë. Dhe në këtë kohë, derisa kështu po flasim, shërbimet mendoj të ashtu quajtura mashtruese dhe dezinformuese ka qenë kulminacion duke dashur edhe në këtë kohë, edhe në proces të këtyre zgjedhjeve të para, quhen të para të administruara nga vendorët, sepse para këtyne ishin vitin 2000 ato të vendore dhe të organizuara 100% nga të huajt. Dhe për herë të parë, organizimi me përjashtim të 2-3 aktivitete ishte 100% në dorë të vendorëve. Dhe suksesi i tyre dhe lavdata prej sekretarit Kombeve të Bashkuara, Kofi Annan, për këto zgjedhje, që janë zgjedhjet me standarde më të avancuara në Ballkan, kështu janë cilësue, atëherë kjo ishte përgjigje kryesisht dhe si me thonë terapi ndaj synimeve për dezinformim, mashtrim të institucionit, siç e quajti ju, të besimit të institucionit. Kemi me fol pak më shumë edhe për këtë pjesën e KQZ-s dhe mbajtjes së zgjedhjeve në Kosovë, po fillimisht po du me fol çdo narrativa që janë shpërndarë për mosbesim në institucione, a konsiderojnë që kanë ngrit edhe alarmet sigurisë, për shembull, mund të me nis lufta, mund të me nis një konflikt, a ka pas edhe të tilla? Tani për kohën kur po flasim, domethënë më herë mas 99-s, 2000-s, ju e dini se populli në përgjithësi ndodhej në një sforcim të paparë, domethënë historik, edhe në përgjithësi ndoshta edhe me përmasat globale. Pse? Sepse ndryshimet rapide për kohë të shkurtë ishin të tilla që një qenie njerëzore vështirë t'i përballoj. Ju keni qenë i ri, por për jo u rikujtoj se në këtë kohë Bashkia Ndërkombëtare ka menduar që një 5 vjet ose 10 vjet duhet ata më na mbajt me ndihmë humanitare. Nuk kanë kalu vitet dhe u rikonstruu Kosova në përgjithësi, duke u bazuar në vullnetin e popullit dhe u harru çështja e humanitetit, fillon të ndërtohet Kosova dhe të humbin gjurët edhe të luftës bile. Që do të thotë se në përgjithësi shoqëria ka qenë entuziaste rreth saj. Duke marrë parasysh këtë dhe duke marrë parasysh këtë ndryshim kaq të madh që historikisht për herë të parë je i lirë dhe i çlirum. Se fjala liri në gjuhën shqipe është ndërtralla që kur t'ja çon çën nuk e negon, po veç e forcon. Lirim, çlirim. Dhe duke qenë i çliruar 100%, njeriu edhe humb pak bëhet si kaotik, sepse nuk u mësu deri në atë kohë gjithërme u ndesh me.
Dhe le të themi, ky tani në përgjithësi ky realitet ka qenë kogjashim i pleshëm edhe për ndikime të dezinformimit, mosbesimit, përhapjes të këtij sindromi, ashtu që fjala vjen të krijon ndasit, fragmentizimet, mandej ne e dim se atëherë ishte edhe çështja e profiterëve në skenë, ne këtë duhet ta pranojmë, edhe ata profiterë kanë qenë njerëz tonë, vllazërit tonë, njerëz të popullit tonë, edhe pse le të themi të paorganizuar dhe individual, por kjo në përgjithësi ka ndikuar në atmosferën e në përgjithësi mosbesimit. Tani dheni le të themi paniku të brendshëm se shqipni kjo është e paqëndrueshme kështu. Nuk mundet me qëndru këtë çlirim qështu nëse të kujtohet në atë kohë edhe derisa pak fillun me u jetësu edhe institucionet ndërkombëtare, dilshin njerëz nëpër rruga, nëpër udhkryq, orientonin komunikacion. Mandej dilnin njerëz me një farë edhe negativ, me banditizëm nëpër lagje, nëpër banesa, nëpër kutadiun, e tjera. Dhe në përgjithësi kjo, unë mendoj se tek ne në mas të shqetësuese dhe alarmante nuk ka pas marrë vend, sido që tjetë. Përndryshe disponimi ka qenë dhe shenja ka pas dhe kjo ka pas ndikuar te njerëz që janë friguar që ka me undez prap në luftë, sidomos këtu është çështja e Mitrovicës dhe pozicionimi i grupeve franceze atje që u konsideroi ke thuse tani që kjo është sferë franceze, francezët kanë histori me serbët dhe këtu do të jetë kufini në urën e Ibrit dhe kjo ishte thirrje dhe tendencë për luftë në fakt se ajo friga për luftës si ndjenje brendshme njerëzore është e shpjegueshme, është biologjike, ka shpjegime medicinale për të. Por një frikë tani le të themi edhe e karakterit politik se që Kosova po ndajka dhe ne në luftën se kemi përfundu ka qenë prezente dhe pajtona që definitivisht ka qenë ambient i ushqyshëm për këtë ndjenjë. E kujtojmë edhe rastin e trazirave të Marsit të vitit 2004. Këto trazira shpesh ju atribuohen edhe dezinformatave. Ç'e kujtoni ju në atë kohë? Tani këtu janë dy optika. E para është që çka po ndodh. Edhe kjo kryesisht kuptohej si një farë mlefi i shoqërisë që s'po ka lëvizje, se ngadalë shkoj ke edhe vitit 99, 2000, 2001, 2002, dhe më thonë shkoj gati një gjysmë dekade dhe njerëzit fillun pak me u nervozu, nëse të kujtohet ka qenë për shembull i aplikum shërbimi policor i Kosovës dhe në fillim ata kanë qenë të konsideruar si pa armë dhe të shkurta të shërbim. Dhe kjo ka qenë një informat shukuese për opinion, që ka janë këta të huj që s'kan besim, mandej ka pas misione edhe të vendeve të pazhvillume ku demokracia ka qenë shumë nën, dhe krejt ka qenë kjo si ndjenjë. Dhe duke qenë kështu, kjo është ajo optika e parë e cila e shpreh realisht edhe sinqerisht atë mosdurimin e njerëzve dhe njeriu del, proteston edhe thënë bën. Por asesi kjo nuk mundet të konsiderohet si tani në optikën tjetër si një synim ose një qëllim që e ka mbështetjen pak edhe në traditë. Sepse dihet që tradicionalisht krejt kishat në përgjithësi dhe manastiret, reliktet fetare kanë qenë të këtij popullit, kanë qenë të Kosovës si territor dhe të njerëzve që kanë banu këto dhe ka pas shqiptarë dhe kryesisht kanë qenë ortodoks dhe këto kisha janë ortodoksit Kosovës. Tjetër është që tani politikisht janë përvetësu si relikte serbe. Dhe duke qenë kështu, kjo nuk qëndron që kjo ka qenë fjala vjen një farë mlefi edhe, si me thonë, iracional ndaj diçkaje që së shqiptare. Së është e vërtet, fillimisht populli ka ditë që i këto janë shqiptare dhe politikisht të përvetësume, por në anën tjetër, këtu kanë ndiku shumë shërbimet dhe kjo nuk don tani koment që këtu kam punu shërbimet anti-Kosovë, më stem tanë edhe anti-aliancë
me Kosovën që kanë qenë të prira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse dihet dhe janë ka fakte dhe argumente në për vendet ndryshme që edhe eksponent ndryshëm ndërkombëtar kanë bile mos them tani kanë bajta si naft për djegje ku ta dinë. Në përgjithësi, ngjarjet e vitit 2004 edhe sot përdoren si referencë për brishtësinë gjithësisht që ndikojnë në shtetësinë e Kosovës. Edhe sot. E lemo në kohën kur i është mbajtur. Por prapë unë mendoj se megjithatë, kjo optik tani e jashtme që mbeta bërë pa e shpjegu që ka të bëj me atë që shtuhujt e shohin nga jashtë këte dhe që mujnë me trajtu të shqyrë edhe prej propagandës, pushtuesve tanë që ja kush janë shqiptarët, këta janë të aftë me organizu jetë institucionale, këta janë të padëgjushëm, këta janë të komita, e tjere. Por të i marë krejt parasysh, unë mendoj se me gjithate, jashtë avrullit, mos të harrojmë që njerëz vdiqen në këtë periudhë dhe në këto ngjarje, jashtë krejt kësaj, me gjithate, kjo nuk murë për masa dhe nuk doli nga kontrolli, se prapa ajo vetdia e shoqënisë kryesisht shumicë shqiptare këtu erdhë në shprehje, por mos të harrojmë që edhe institucionet që ishin deri atëherë të themeluara dhe që vepronin nën pullazin e Kombeve të Bashkuara kanë lu rolin e vet. Ty e marr parasysh këtu edhe Komisionin Qendror Zgjedhjeve ku unë kam qenë krye të tij, sepse kemi organizuar takime, lobime mirëkuptuese dhe afruese me palën tjetër, sepse ka pas një tendencë që krejt të abstenojnë nga krejt institucionet, mos të harrojmë që pa të fillu veç integrimi tyne, dhe kjo është manifestu kogja shumë edhe në regjistrim dhe certifikim subjekteve sërbe dhe për shkak këtyne ngjarjeve sërbët nuk doni tani të marrin pjesë në institucion të zgjedhjeve dhe pjesëmarrja atyne shtronte dimenzionin e multietnicitetit dhe si me thonë standardit, në ndër 8 standardet njoftën atë kaj ajdes në atë kohë, ku ishin zgjedhjet dhe jemi përpjek maksimalisht dhe kemi arrit këte me shërbime shtesë, ku më kujtohet si sot që edhe natën kemi punuar mbas orës 12, s'kemi pas orar për t'i atraktu dhe për t'i mirë prit dhe për t'i inkuraju sërbë që të marrin pjesë dhe kanë marrë pjesë si zdi. Po vjen mirë që e përmendet këtë pjesën edhe të integrimit të serbëve në zgjedhje, po tash në kohën sa ju keni qenë në krye të KQZ-s, përveç kësaj pjesës që na e shpjeguat, cilat kanë qenë dezinformatorët me cilat ju mas shumë të zhdesht me u përballë? Çka ka pas në atë kohë, në atë periudhë, e dim që ka qenë një periudhë mjaft e brisht, përveç problemit të integrimit të serbëve, me çfarë dezinformata jeni përballë në atë periudhë kohore? Fillimisht kanë qenë, domethënën, ato që prekun pak edhe ndjesinë njerëzore dhe ka qenë një farë sensi i mosbesimit që thu se ne si jemi të aftë për të organizuar zgjedhjet dhe si të tilla këto po bëhen si forcë domethënë. Por ne definitivisht këtu rolin kryesor ka pasur në Departamenti i Zgjedhjeve në kuadër të OSB-s, që ka qenë themelues i trupit tonë dhe administratës për zgjedhje, në kryet së cilës unë nominova me një konkurs të hapun, por këtu duhet definitivisht poenat dhe meritat t'ja përkatësojmë drejtorisë dhe udhëheqësve të Departamentit të Zgjedhjeve që ishte nën Amerikanë, domethënë. Dhe Amerikanët ishin ata që hartuan plane për trajnimin tonë. Dhe definitivisht ne, si administratë e KQZ-s, u shëndruam për disa muaj, sepse pranimi dhe themelimi ishte në vitin 2003, një vjet ne u aftësuam, definitivisht u shëndruan trupin për menaxhim zgjedhjeve me njohuri më të avancuara në Ballkan. Dhe kjo është një fakt notor. Pse? Sepse fillum bashkëpunimin me KQZ-n e Slovenisë, Kroacisë, Malit Zi, Maqedonisë, Shqipërisë, bile kemi pas tendenca dhe s'mojt e ma rrit, por u patëm afru edhe me KQZ-n e Serbisë një farë mënyrë, ku ne me pikpamjet tona, me paraqitjet tona, me përgatitjet tona, ramë në sy si faktor shumë i rëndësishëm. Dhe kjo ishte, domethënë, me njëherë le të themi një
në thojza kryq kundër djallit si aftësim për menaxhim dhe prekjen e këtij dimensionit që e thash në fillim që si besohet vendorëve se s'janë taft këta me kry zgjedhje. Kjo është një. E dyta, sa i përket dekurajimet dhe inkurajimet serbëve, më kujtohet se në atë kohë kam pas kontakt me dy eksponent, le të themi, pjesës politike serbe, që ishte Oliver Ivanovići dhe Slaviša Petkovići. Dhe këta, do me thonën, sidomos Oliver Ivanovići, nuk donin të merrnin pjesë. Do me thonë, tanë kohën u thelnin në protestat dhe demonstratat që ndodhen, dhe ajo mbetja, ajo ndjenjë pas sigurisë, dhe e shfrytëzonin këte që thojnë sidomos në takime me të huaj. Kur unë kam organizu takime kështu vetë pa vendor, por gjithherë duke ju referu dhe me miratim të ndërkombëtarëve, tet-a-tet, face to face me ta, dhe shpesher kom përdor edhe atë mentalitetin e raporteve të dy vendorëve me etni tjetër. Duke i thonë se bile me një rast unë duke pas një njohuri me Oliver Ivanovićin, se kemi qenë sportist dy të njëjtit sport në atë kohë, duke i thonë që edhe unë e porrimi një njeri për cilin po më thojnë se është kriminal i luftës dhe ka vrarë shqiptar. Dhe unë ato po e lanësh, s'po mirë me te dhe të kam përballë këtu dhe po t'inkurajoj. Te a je këtu për interes të serbëve atë shqiptarëve. Nëse je për interes të serbëve, merrni pjesë në zgjedhje. Përndryshe ti po shndrohesh një njeri të padobishëm për komunitetin tonë. Është një sugjerim ime. Kuptohet që synimi jon është dhe ky standard me u arrit mirë është. Por nëse nuk arrihet, atëherë shiqohen shkaqet. Dhe nëse shkaqet shiqohen, nuk gjenden ato elemente ku ju mundeni më bazu se kryesisht për e folni çështjen e sigurisë. Dhe a besoni që këto, domethënë, kanë ndikuar kogja shumë dhe unë kam bë përpjekje të aktivitet maksimal. Kemi shku në kufi, kemi marrën këta eksponent me makinat tona. Dhe gjithherë kjo në koordinim me ndërkombëtarët, por neve na qitshin si njerëz me iniciativa tonë. Dhe kemi bë që ata të marrin pjesë në zgjedhje. Do me thonë, në përgjithësi, si situatë atëherë ka qenë pra institucioni besimit i cenum, por gjithherë është pa një farë tendence. Dhe gjithherë mas kësaj tendence ka qenë gjithherë i ka ardhur era Serbi dhe Rusi. Tani unë po e them këtë me një farë, si me thonë, entuziazmi verbal, por po mundohem racional t'jem dhe mos të bëhem pompoz në fjalim, sepse fundit as opinionet sot, as atëherë nuk i duhen gjanat fryra, por vetëm gjanat reale. Ne në kuadër të përbërjes zavendëse ka qenë Serb. Dhe ne kemi investu mund që ai tjetë një njeri që kooperon dhe bashkëpunon dhe kemi bashkëpunu ata shumë mirë me të. Që i bjenë se me gjithate, duke e marrë tash edhe rezultatet, se ne po flasim tash në vitin 2025, i bie që pak kem pas fat, pak na kanë ndihmu të huajt, shumë kemi punu e vetë. Dhe kur këto tri elementet i merë parasysh, asëherë rezultatat dihet. Sot jem shtet i pavarur, me një brishtësi në shtetësi, por avash rregullohen. Po du më ndërlidh të dy çështje që i përmendet. Tash po i shtroj si dy pyetje për një herë, po unë më ndo. E përmendet që për problemet që kanë qenë, i ka ardhur era Rusi edhe Serbi. Nëse mundi pak më shumë më shpjegu çish janë rritur këto dezinformatat prej jashtë, sa herë që ka ardhur koha e zgjedhjeve. Edhe e dyta, thatë që serbët kur kanë refuzuar me qenë pjesë e zgjedhjeve e kanë marrë së shëtim çështjen e sigurisë. Po e dim që në fakt në vazhdimsi është bën një farë thirrje që serbët mos më marr pjesë në zgjedhje. Kujtojmë që ka qenë edhe një moment në vitin 2023 kur kanë dhënë tërheqje prej institucioneve. A konsideroni që kjo është një narrativ që mos më leju integrimin e serbëve në Kosovë? Tani sa i përket kësaj erës, që thash era Serbia dhe Rusi, se vetë fjala erë jep me kuptu që është diçka induktive.
diçka që s'ka pjesë ndoshta galvanike, po indukohet edhe si ndjesi. Kjo kryesisht ka qenë sepse në kuadër të OSB-s ka pas të huaj që kanë kontaktu edhe ata në katërcy me serbët. Dhe ka pas prej tyre që kanë qenë sinqert me neve dhe mu më kanë informu që kryesisht më kanë thonë definitivisht, Adnan, këta janë në ndikim të shërbimeve serbe, sepse po rrinë me ta, bile ato ndikime serbe dhe shërbime serbe janë në ndikimin edhe të shërbimeve ruse, dhe kjo është, e thonun dhe mandej ty nuk duhet ma gjatë, plus asaj edhe kur janë dinë edhe erën që thonë. Këtë, saj përket çështjes narracionit të ndërtuar, bile ndoshta dhe t'imponuar që çështja e sigurisë po përdoret si pretekst, por mbrapa saj qëndrojnë qëllimet politike, po e vërtet është që kryesisht se thirrjet serbe kanë qenë publike, pushtetit serb nga Serbia kanë qenë që mos merrni pjesë në zgjedhje, por kur ka hyrë se është dashur të justifikojnë ato qëndrime, ata kryesisht e kanë përmend dikon në pjesë kabinetike të zyreve të tyne, po ndoshta dikon edhe ndonjë forum çështjen e sigurisë. Sepse çështja e sigurisë është çdo herë një farfajtori kujdestar që e ke aty të afërt të gjithë. Po edhe të huajt filluan me u lodh nga kjo, sepse sigurinë më mirë se të huajt që dinin në Kosovë, se dinin askush. Kështu që në përgjithësi mendoj se këtu ka qenë politika e imponume ndaj tyre, por ne kemi pas kontakte edhe me njerëz jashtë politik, edhe me qytetarë të ndryshëm. Në për krejta trup për menaxhim zgjedhje, fjala vjen, flasim vitin 2004, ka pas njerëz që kanë thonë, kështu ofrikor që janë lutë, kanë thonë, a moni ju kohë bëni diçka që të shpëtojmë se jemi në presionet të mëdha. Se megjithatë njeriu është njeri, bile serb s'janë mësuar edhe shumë me jetu në presion. A kuptoj se gjithherë kanë qenë pushtues. Dhe tani ata ndiheshin nën presion të njerëzve të vet, dhe regjimit të vet, sepse e sheshin që bardha me të zezë dallohet, dhe aty antagonizmat kanë qenë. Kështu që mendoj se po, politika është përzi dhe ka pas ndikimin e vet. Prej vitit 2004 deri tash janë mojt një sër zgjedhjesh. Po duhet marrë një menim për juve, që keni pa ju, çfarë lloj dezinformatash ka pas në vazhdimsi gjatë kohës së zgjedhjeve, edhe sa kanë mujt institucionet me i kundërshtu ato, me i imposht ato? Në fillimisht, kjo si veprimtari e manifestuar, bazuar në këto synime, bazuar në dezinformata, kanë qenë tek eksponent e trupës për menaxhim të zgjedhjeve, sepse në vendet e banuara me serb, domosdoshmërisht, edhe me qenë se hynën disa subjekte politike serbe me marrë pjesë, kanë qenë këta komisionerët, Dhe komisionerët ishin ata të cilët fillimisht pranonin, por në ndërkohë mandej hekshin dorë. Dhe kur bisedonim me ta, ata ishin disa, ishin laraman, në arsyetim. Disa thonin, s'po kam kohë se unë kam punë, disa thonin, s'jam mirë me shëndet, po kishte edhe të tillë që në besim, thonin, Adnan, na kanë ardhur sugjerimet, na kanë ardhur letrat, na kanë ardhur kërcënimet që nëse merrni pjesë në këto, dhe mos harrojmë, ishte fjala për institucioneve të qeverisë, ende statusi si shpërcaktuar. Po ata e kishin nuhat që kjo është, përgatitje e terrenit për një status të Kosovës që ishte i disfavorshëm për ta, sipas tyre. Dhe duke i marrë parasysh krejt këtu sheke që është diçka e orkestruar. Dhe ky manifestim i pasigurisë tani manifestoi në refuzim tyne, dhe institucionet tona kanë qenë, unë mendoj tash kur them institucionet tona gjithherë të mbikëqyrëna me faktorin ndërkombëtar, kanë qenë në nivel detyrës. Fillimisht ka pas shmangje nga procedurat, mos them tani nga ligji, se atëherë ligje nuk kishte rregullore të UNMIK-ut, dhe kryesisht ato kanë pas fuqinë e ligjet në përgjithësi, që u gjenshin shtigje, se u dufke edhe aspekti juridik me qenë mbulum,
që ndaj tyre me pas fjala vjen përjashtim. Çka do të thotë më konkretisht kjo? Kjo do të thotë që fjala vjen nëse një parti politike i ka pas në bazë të parashikimeve dhe aty në skemave që ti ketë 2 komisioner këtu, Sërbët 1 ose 2, ne kem pas tolerancë në këtë aspekt. Dhe shqiptarët bile dhe kanë qenë se edhe vetë komisioner të ardhën për i partive politike e kanë ditë që nuk mjaftojnë këto zgjedhje me qenë vetëm shqiptarë. Do të thonë, dhe në planin e brendshëm gjithë shqiptarë dhe demokracia, ju e dini, ose keni qenë i ri që edhe në fushat presidenti Rugova të vetëve ju thonte që janë një kokrat edhe këtyne tjerëve, po këtyne tjerëve ka menduar shqiptar në parti politik. Do të thonë, shifre një larg pamësin njeriu që të ketë pluralitet, sido që tjetë. E lemo të një komuniteti tjetër ku e dhimbta e Kosovës në karshi faktorit ndërkombëtar ishte multietniciteti. Dhe duke e marrë këtë parasysh, unë mendoj se organet tona, aty ku kanë pas fuqinë dhe mundësinë, kanë luajtur rol shumë pozitiv në dekurajimin dhe luftës për t'i bërë serbët që mos të integrohen në institucion. Po të më folë edhe për 2 çështje për fond, cilat po i parashtroj si të përbashkëta. Po të më folë për rastin e zgjedhjeve të vitit 2010. E dim që ka shku ai proces, a konsideroni që është shfrytzu kjo që në vazhdimsi me tentu përmes atij procesi me ul besimin në zgjedhje edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Edhe e dyta, qoftë në vitin 2004, po deri tash në vitin 2025, që keni parë në partitë shqiptare, a ka luftë përmes dezinformimit? A ka kësi lloj beteja që me dëmtu një tjetrin përmes narrativave të ndryshme? Zgjedhjet e vitit 2010 shquhen ose identifikohen me 2 realitete, ose 2 komponente në një realiteti. E para, ne deshtëm ose s'deshtëm, s'du t'i dho këti komunikimit tonë në gjërim le të themi politika partijak, po mundohuna me qenë objektiv racional, është në shkurja në amshim e presidentit Rugova. Nuk mundemi me folë për zgjedhjet e 2010-s pa përmend këtë aspekt, sepse Ibrahim Rugova ishte një lider i pakontestueshëm dhe ishte udhëheci i një partie politike tani në pluralitet dhe që ka refleksion në zgjedhje në përgjithësi. Duke qenë kështu, qarqet tjera dhe ato që ndodhen në planin e brendshëm të LDK-s nuk po du me hy, por që do psun dhe prunat e në një situatë rond, ishte çështja e subjekteve politike tjera. Dhe kryesisht ato dalun nga lufta. Dhe këtu kryesisht janë 2 PDK-ja dhe AAK-ja, kryesisht disa tjera të vogla. Tani, duke marrë këte parasysh, unë mund të them dhe do të them që nuk mjaftoj mungesa e Rugovës dhe efekti i tij në përgjithësi në besueshmëri dhe përkatësitë fitores të partisë tij, por këto janë tani edhe cilësume dhe hyni nocioni i vjedhjeve industriale në këtë proces zgjedhor. Dhe unë sot këtu që ndodhem para te nuk ndihem mirë kur i kujtoj këto zgjedhje, duke qenë edhe një njeri që vite pak më parë kishte menaxhu dhe udhëhequr zgjedhjet. Definitivisht kjo situatë me këto zgjedhje dhe efekti i tyre në përgjithësi i brisht në institucionet e demokracisë sollën në përgjithësi një gjendje tani cenimet nga faktori i brendshëm institucionit besimet në përgjithësi të fenomenit të zgjedhjeve. Dhe edhe pse une si një njeri le të themi në thojza zyrtar i ardhur nga zgjedhjet, jam i prirur këtu ta them që çdo parregullsi zgjedhje, çdo vjedhje në zgjedhje, çdo mashtrim në zgjedhje, nëse trajtohet juridikisht, është gati ekuivalent, thuse s'ka ndodhur. Kjo do të kuptohet drejt, edhe njerë po e përsëris.
çdo shmangje nga rregullësia e zgjedhjeve, nëse trajtohet drejt, legalisht, ajo është në thojza ekuivalente me mos ndodhjen e tyre. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë rule of law, sundimi i ligjit. Nëse në një situatë sundon ligji, atëherë ajo e ka ekuivalencën e saj. Njeriu e vret një njeri dhe ai dënohet. Për çfarë sa dënohet, ne nuk mund ta konsiderojmë këtë rast mbyllën që jo ekuivalent vrasja me dënim. Por sido që tjetë nga optika juridike kështu shpjegohet. Dhe fatkeqësisht kjo nuk ndodhi në 2010. Unë kam pas prirje për këtë që e fola që po mirëve vura, okej, jam vjedhë, tek jam vjedhë, po që po trajtohen dhe po rimbahen, po rinumrohen. Megjithatë, është edhe diçka tjetër tani, që nuk është legale, që nuk është e dimensionit juridik, po që është ajo remanenca tani e ndjenjes të pasigurisë në përgjithësi. Që çon vazhdimisht mos them tani edhe në ditën e sodit. Shkojmë atutje. Fitun grupet që fitun dhe u thy dhe u kalu në një, si me thonë, rotacion që mund të thuhet edhe normal. Edhe pse me u vetë unë tash, edhe jashta kontekstit pyetjes që përbëni unë më përpara i kisha qit njës e luftës në fillim, sepse me atë entuziazmin, ekstravagancën e ashpërsinë e tyre në shta Kosovës ma i ka vy, dhe ma vonë që të vi e le të themi edhe elitave tjera, ma akademike tjera, ndodhe e kundërta. Dhe duke qenë kështu, atëre filloj një farë ndjenje e pasigurisë në përgjithësi edhe pse nuk flitej në përgjithësi. Dhe dim kjo është manifestu mandej edhe me elementin e nepotizmet e punës e defekteve tjera që sollën në përgjithësi. Por në aspektin e multietnicitetit ishin disa avancime në këtë aspekt. Dhe unë mendoj që këtu faktori ndërkombëtar thuse i mbëlte pak sytë. Këndë jo që në kohën e Rugovës kjo s'ka dhez, por koha Rugovës ishte fillimi, dhe në fillim sërbet ishin pak më vështirë. Kjo është saj përket fjala vjen të këtyre zgjedhjeve. Nëse dalim në kohën e sodit dhe flasim për në përgjithësi, unë e përmenda njëherë dhe po duhet me ripërsërit fjalën indukcion. Duke qenë shkencave eksakte, fjala indukcion në teori ka dhe dimensionin e abstraksionit. Por duke qenë një njeri i shkencave eksakte, indukcioni gjithherë ka një burim. Dhe ka një përhapje, por përhapja është globale. Thuhet që indukcioni është i pakufishëm dhe i pandalshëm. Tjetër është që efekti i qëti zërit që pelshoj une, që ky zë që pelshoj une ndihet edhe në Amerikë. Por atje nuk ka shqisa për me ndi zërin tim. Që ky është kuptimi i induksionit. Duke qenë kështu, këtu po e bazoj edhe këtë induksion që ka dalë edhe sot në fjalave në institucion të zgjedhjeve. Dhe tani, në kohën kur ne po flasim, dhe për zgjedhjet që i kem ende të njoma, dhe ato tjerat më të hershme, si institucion i rregullueshmërisë së zgjedhjeve, unë mendoj se ishim për lakmi në region. Në kuptim të standardeve, besueshmëria, panshmëria, fshehtësia e votës, transparencë, e tjera dinë standardet për zgjedhje dhe raportet e ndërkombëtarëve. Por tani fjala vjen në çështjet numërimit, rinumërimit që nuk përfundon procesi zgjedhor, vetëm atë ditë populli në mënyrë plebiscitare del dhe çdo herë ka pas një sjellje civilizuese. Përgjithësi dhe kogja edhe këtu se një frym civilizuese dhe mobilizuese ka qenë dhe në rregull. Por tani kur po hyhet në proces të numërimit, këtu tani po dalin divergjencat. Dhe edhe këto e kanë të njëjtin shpjegim që nëse trajtohen juridikisht. Por çaq shpesh janë bërë dhe kanë ndodhur saqë edhe ky dimensioni tani juridik ka ra pak si punë hajgare dhe kanë filluar njerëz me pas tash skepticizëm, por s'po them për çudi, as s'po them fatkeqësisht, por le të themi për dallim kthimin në dimensionin e frymës dhe votimit me frymë është aktualizuar mjaft. Dhe kjo ka bërë që të krijohen tani fragmente në elektorat në përgjithësi dhe
Unë jam i prirur tani me folë në dy dimensione. Është vota tradicionale dhe vota, le të themi, bashkohore, ose mos i thon tani moderne, se me thonë moderne mendohet se gjithër modernja është më avancume. Jo, moderne po i thom, le të themi, e elektoratit me grup mosha të reja, që e kanë harrue, dhe nuk e din ose jo që e kanë harru, po në fakt s'kanë njohurim përgjithësi dhe që në bazuar edhe në atë dimensionin e frymës, sot e kanë pru Kosovën edhe në gjendjen çfarë sot jemi, dhe që udhëheqet prej një le të themi përmbajtje politike që edhe ardhen deri te kjo fitore ka pak të pazakont, por që është një dimension i ri dhe duhet ta pranojmë, sepse kjo është një realitet. Bile, kjo nga rezultati, nëse se e kam parasysh që kjo bashkëbisedim nuk po bëhet në dimensionin, le të themi, politik, por politika gjithëri ka hund aty, jep me kuptue që përgjithsisht shoqëria po evolon dhe po ecë, por institucioni besimit, institucioni mashtrimit, institucioni i konspiracionit, i dezinformimit, fatkeqësisht dhe prap fatkeqësisht po them, është prezent dhe do të jetë edhe në